Policia ka vënë në pranga një 22 vjeçar nga Bregu i Fildisht pasi falsifikonte viza hyrëse në Shqipëri dhe u ashiste emigrantëve të vendeve të treta kundrejt shumës 1.000 euro për dokument. Në hetim janë vënë 2 bashkëpunëtorët e tij, përkatësisht shtetas shqiptar dhe shtetas nga Bregu i Fildisht. Gjatë periudhës hetimore disa javore u dokumentuan 7 raste të veprimtarisë kriminale të 3 personave të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin falsifikonin viza për të hyrë në Shqipëri dhe u ashistin ato emigrantëve nga vende të treta me 1.000 euro për dokument, njofton policia, ndërsa shton se në kuadër të operacionit u ndalua organizatori i kësaj veprimtarie 22 vjeçari me iniciale AT, lindur në Bregun e Fildisht dhe banues në Paskuqan, si dhe u procedua 22 vjeçari me iniciale YZ, lindur në Bregun e Fildisht dhe banues po në Paskuqan, si dhe 46 vjeçari me iniciale AR, banues në Shkodër. Policia vijon hetimet për të dokumentuar plotësisht veprimtarinë kriminale të këtyre personave në këtë fushë. Materialet procedurale për rastin ju referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.